Një popull që mohon historinë e tij është i destinuar të zhduket. Edi Rama, ky sëmur psiqik me kartel, arrin deri aty sa edhe vetë ish kryeministri Pandeli Majko, i cili në 18 maj 1999 priti kryeministrin e parë britanik Tony Blair, ta mohoi edhe të thotë vetëm unë kam pritur kryeministrin e parë anglez në Tiranë. Imagjinoni se ku vete çmenduria e tij. Dhe ndofta për këtë arsye Pandeli Majko thot me shumë hidhëri: jam i sëmur, kam dhëmballën dhe nuk flas dot. Dhe nëse nuk flet dot Pandeli Majko, ne nuk mundet të heshtim. Tek e fundit, për të paguhemi dhe kemi profesionin e media së lirë. Ta gëzojnë shqiptarët një të marrë, të votuar në demokraci, pikërisht në shekullin e 21.